Vëllezër të ndershëm, në ligjëratën e sodit inshallahu taala do të vazhdojmë me shtjellimin e dy prej shenjave të mëdha të Kiametit. Do të vazhdojmë me librin e shenjave të Kiametit dhe do t'i shtjellojmë dy prej shenjave të mëdha të Kiametit, pasi që materiali është i shkurt, që vetëm me një do të ishte dersi shumë i shkurt pra. E përmendëm javën e kaluar se kemi ngelur tek shenja e 5 prej shenjave të mëdha të Kiametit, e ato janë 3 shafitjet e tokës. Në gjuhën arabe i thonë khusufat, el khusufat e thalathe, do të shafitet toka 3 herë. Mirë po me intensitet shumë më të madh se sa që ka ndodhur ndonjëherë në historinë njerëzore. Çka do të thotë khasf në gjuhën arabe? Thot ky dietar, ju kal khasaf el makan, thuhet khasaf el makan, do i thon gjuhën arabe, idha dhahaba fil ard wa gaba fiha. I thon një vendit khasaf, apo shafitur kur zhduket në tokë. Më thon ai vendi shkon zhduket në tokë, nuk ekziston më. Thot Allahu subhanahu wa taala për Karunin, i cili ka qenë prej popullit Musait a.s. fe khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Dhe ne thot e shafit e mat me gjithë shpinë e vet. Kur u tregua me ndje madh dhe tha se këtë pasuri unë vetë e kam fitu prej jam i aft dhe e mohoj, bëri kufër me ndaj Allahut subhanahu wa taala, kur e mohoj këtë mirësi të Allahut, Allahu e dënoi duke ja shafit tokën. Edhe atë, edhe shtëpinë dhe tokën, mallin e tij, thot krejti shafitëm tokë. Kjo është shafitja. Kur toka zhduket poshtë. Kjo është shafitja e tokës. E tash para Kiametit, pejgamberi alayhis salam na ka informuar se toka do të shafitet 3 herë. Një herë në lindje, një herë në perëndim dhe një herë nga dishullin arabik, i cili është prafërsisht në mes të tokës apo të globit. Argumentet prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për këtë ndodhi para Kiametit janë të shumta. Prej tyre hadithi që transmetohet nga Hudhaifa ibn Usaid radhiyallahu anhu, në të cilin pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Es-sa'atu lan takuma hatta taraw 10 ayat." Nuk do të ndodh Kiameti, ka thonë pejgamberi alayhis salam, derisa të shihni 10 shenja të qarta, madhështore. Dhe prej tyre e përmendi wa thalathatu khusuf, dhe 3 shafitje, khasfun bil mashrik, një shafitje në lindje, wa khasfun bil maghrib, një shafitje në perëndim, wa khasfun bi jaziratil arab, dhe një shafitje në gadishullin arabik. Gadishulli arabik është çajo, Arabia Saudite, Jemeni, Omani, Bahreini, Katari dhe Emiratet Arabe. Këto e përfshin gadishullin arabik, pra këto shtete të sodit. Dhe dikund brenda gadishullit arabik do të ndodh një prej shafitjeve të mëdha, para Kiametit. Sa i përket shafitjes në lindje dhe në perëndim, pejgamberi alayhis salam nuk e ka definuar çfarë vendi. Dikund lindja, andaj ka hazia, Allahu alem çfarë vendi, edhe në perëndim këndej mund të jetë për shembull në Evropë, ose Allah alem, do shta edhe në Amerikë, Allah alem, kryesorja ka ana perëndimore. Argument tjetër është hadithi që transmetohet nga Ummu Salama radhiyallahu anha, e cila thot se sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Yakun ba'di khasfun bil mashrik", do të ndodh pas meje. Kjo të regon se kjo shenjë do të vijë mas vdekjes së Muhamedit alayhi salatu wassalam. Wa khasfun bil maghrib, dhe një shafitje në perëndim, një shafitje në lindje dhe një në perëndim. Wa khasfun fi jaziratil arab, dhe një shafitje në gadishullin arabik. Thot Ummu Salama, thot kultu ya Rasulullah. Atëherë thot e pyeta pejgamberin alayhis salam dhe i thash: "Ya Rasulullah, e yukhsifu bil ard wa fiha as-salihun?" A do të shafitet toka duke pas njerëz të mirë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Idha akthara ahluha al-khabath." Po kur shumica e banorëve të saj do të jenë
të poshtër dhe të këqij. Edhe nëse ka pak njerëz të mirë, po nëse e keqja e mbysundon shumicën, atëherë Allahu do t'i dënojë në këtë formë, duke e shafitur tokën. Dhe shafitjet e tokës ka ndodhë dhe ndodhin për gjatë historisë. Mirë po këto trija janë të veçanta. Do t'jenë më masovike dhe më madhështore, që do të bie në sy, do më thonë. Allahu alem do shta edhe do të shafiten qytetet të tëra, Allahu alem. Mirë po, ajo që dihet sigurt është se do t'jenë shumë më madhështore se sa çka ka ndodhë deri tash. Sa i përket asaj se a ka ndodhë a nuk ka ndodhë, këto shumica e dietarëve thonë se nuk ka ndodhë. Edhe pse ka një pjesë e vogël e dietarëve, prej tyre Sherif el-Berzengji, është pra një prej dietarëve, i cili thotë se ka ndodhë. Allahu alem do shta në kohën e tij ka ndodhë diçka e ngjashme dhe ka menduar se është kjo që ka ndodhë në hadith. Mirë po shumica e dietarëve të ehli sunetit apo të xhumhuri thonë se s'ka ndodhë, se nuk është e vërtetë. Po do të ndodhë në të ardhmen. Për shkak thotë se ajo që është regjistruar deri tash nuk e meriton që të jetë shenjë e madhe kiamet. Ka ndodhur mirë, po nuk kanë për masa të mëdha që do ta meritonte pra një epitet të tillë, shenjat e mëdha të kiametit. Ibn Hajeri rahimahullah ka thënë, ka ndodhur shafitja në disa vende. Mirë po, ajo që shihet dhe kuptohet prej këtij hadithi është se këto tre shafitje do t'jenë më të mëdha dhe do t'jenë më masovike se sa ato që kanë ndodhur deri tash dhe që janë të njohura tek njerëzit deri tash. Kjo është domethënë sa i përket tri shafitjeve. Kaq është, nuk ka shumë. Kryesorja do të ndodhin, tash nuk ka më shumë informata, Allahu alem. Shafitja shenja e radhës prej shenjave të mëdha të kiametit është tymi. Do del një tym i madh, masovik, që do ta mbulojë rruzullin toksor. Argumentet e kësaj shafitjeje prej Kuranit famlar është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Fartakib yawma ta'ti as-sama bi dukhanin mubin, yaghsha an-nasa hadha 'adhabun alim." Prit ti o Muhammed, derisa të vijë qielli me një tym të qartë. Dhe njerëzit të habiten dhe të thonë kjo është me të vërtet një dënim i rëndë. Ne jemi duke parë, subhanallah, tash kur ka pak më shumë mjegull se sa u jep siklet njerëzve, ndash në aspektin e smundjeve, po ndash në aspektin e lëvizjes të rehatshme kështu me radhë. Para mendo sikur të jetë një tym i madh masovik që e kaplon krejt vendin. Ai tymi që ndodhi prej para një vjeta më shumë sa ka prej atij vulkanit në Irland, në Island më duket. E bllokoi domethënë krejt komunikacionin ajror në Mbretërinë e Bashkuar apo në Britaninë e Madhe. Po edhe në Evropë, shumë prej vendeve nuk kishin mundësi që të lëvizin sebe pasaj. Pra nëse donë Allahu, në këtë formë i dënon njerëzit. Po si që ta përmendim në të ardhme, dhe me thonë pas disa fletave, e përmend këtë dietar se për qafirat do t'jetë dënim. Dhe me thonë, ndërsa muslimanët do t'a kalojnë si një grip i thjesht, këtë tym. Ndërsa qafirave do t'u plasin mushkri, dhe me thonë, aq që do t'ju vi rënd, do t'i dënoj rënd. Sa i përket asaj se sa do të ndodh vetëm një herë ky tim para kiametit, apo ka mundësi që të ndodh një herë në kohën e Muhamedit alayhis salam edhe një herë tjetër para kiametit, dietarët kanë dy mendime. Mendimi i parë që thotë se ka mundësi që ky tim të ndodh në kohën e Muhamedit alayhis salam, gjithsesi thonë ka ndodhur në kohën e Muhamedit alayhis salam edhe do të ndodh në të ardhmen. I këtij mendimi prej shokëve të Muhamedit alayhis salam është Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu dhe disa prej dietarëve të selefit, pra prej dietarëve gjeneratave të para. Transmetohet pi Abdullah ibn Mesudit radiallahu kur i ka nëmruar gjërat që kanë ndodhur, më thon prej shenjave të kiametit apo prej
kërcënimeve të Allahut ndaj qafirave, kur i ka numruar se cilat prej tyre ka ndodhur, një prej tyre e ka përmend ad-dukhan dhe tymi. Abdullah ibn Mesudi e ka përkrah këtë mendim se tymi ka ndodhur. Më thonë se ka ndodhur në kohën e Muhamedit a.s. Ishte një njeri i ulur në mexhlisin e Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, dhe ra muhabetin shenjat e kiametit, zund që ti përsëritin, do më thonë, përfitojnë nga njëri tjetri dhe biseduan për shenjat e kiametit. Dhe njoni për atyre që ishtë mexhlis tha, edhe duhani apo tymi i cili do të ndodhë në të ardhmen. Abdullah ibn Mesudi u hidhrua me atë. Dhe i tha, nëse nuk din njeriu, le të thoj Allahu alem, Allahu e din më së miri, e mos të flas pa dituri. Pra, jo dha si këshill gjithë dhe i tha, nëse nuk dini diçka, thoni Allahu alem, nuk është patjetër në çdo gjë të tapish mendim, thuaj Allahu alem. Dhe kjo është edukata e nxënësve të dijes para xhamatit. Edhe hoxhallarët, nxënësit e dijes duhet ta kenë këtë edukat. Nëse nuk din diçka, thuaj se di valla, Allahu alem, Allah e din më së miri. Kjo është më mirë se sa tapish fetva pa dituri, pastaj ti marrish në qafë plot njerëz, sidomos në kohën tonë është problem, nëse ajo incizohet për shembull, ajo fetva, ajo përgjigje, ai mendim, ajo mund të ngel deri në ditën e gjykimit. Allahu alem sa njerëz i merr në qafë me një fjalë goje, të cilën e ke thonë pa dituri dhe pa e menduar mirë. Andaj duhet kemi kujdes. Për gjërat që nuk i dim, Allahu alem. Këtë fjalë ja tha Abdullah ibn Mesudi këtij njerit që ishte në mexhlis, ulur me atë dhe zot fole për tymin. Dhe tha do të ndodhe sikurse e mohonte se mund të ndodh edhe në kohën e Muhamedit a.s. Abdullah ibn Mesudi u hidhrua me të dhe i tha, ai cili nuk din i tha, le të thoj Allahu a'lem. Sepse fa inna Allaha qala li nabi, sepse Allahu i ka thonë pejgamberit vet, kul ma es'alukum alayhi min ajr wa ma ana min al-mutakallifin. Thuaj ju njerëzve, do më thonë, une nuk ju kërkoj juve shpërblim prej kësaj që ua tregoj, dhe une nuk jam prej atyre që e teprojnë. Pra teprimi nuk është menheq metodologjie e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj këtë shembull duhet ta ndjekim edhe ne. Nëse pejgamberi alayhis salam e kanë pyetur për një çështje, nuk është përgjigj derisa i ka ardhur shpallja prej Allahut. Nuk o përgjigj, pejgamberi i Allahut, çka mbet për neve, do të thonë, si mund të japim mendim dhe përgjigje pa u konsultuar në Kur'an dhe Sunet dhe pa qenë sigurt në atë të cilën do ta themi. Padyshim se do të ishte gabim. Pejgamberi alayhis salam e ka pas këtë edukat, këtë edep me Allahun subhanahu wa taala. Ka prit që të vi shpallja. Ndonjëherë ka shkuar një muaj. Mushrikët e kanë pyet për diçka, një muaj ka prit pejgamberi alayhis salam derisa të vi shpallja. Madje kjo vonesë ka shkaktuar që disa prej tyre të tallen me Muhamedit alayhis salam, prap pejgamberi alayhis salam nuk ka fol pa shpallje. E ka prit që Allah të zbresë ajete kuranore dhe në qatë formë t'ju përgjigjet pra mushrikëve të Mekës. Këtë argument u tha Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Dhe tha, Kurejshët nuk e pranuan thirrjen, pra. Abdullah ibn Mesudi tash po e sqaron gjendjen në Mekë si kanë qenë. Andaj thot pejgamberi alayhis salam da alehim, bëri dua kundër tyre, ndaj Allahut subhanahu wa taala. Allahumma a'inni alejhim bi sab'in ka sab'i Yusuf. O Allah, ndihmo kundër tyre me 7 vite të thata pa bereqet, sikurse 7 vitet e Jusufit alayhis salam, që kanë qenë të thata pa bereqet. Dhe thot, për këtë shkak filloi të zvoglohet bereqeti mushrikëve të Mekës. Kjo është fjala Abdullah ibn Mesudit, që thot se filluan që të dobësohen ekonomikisht. Dhe kjo shkaktoi që disa prej tyre, ajo pjesa që u goditën më rond, të hanë coftira, do me thonë dhe koci, që i kanë gjetë, qatë që janë dobësu. Fejera rregjul, ma bejnë as-samai wal ard ka hay'ati dukhan, dhe prej kësaj, do me thonë prej uris të madhe, e kanë pa në mes qiellit dhe tokës mushrikët e Mekës si tym.
Më thonë si halucinacion për kësaj gjendje të vështirë në të cilën janë gjendë. Kështu po thot Abdullah ibn Mesudi, se kjo pas ka ndodhë në një formë tek mushrikët e Mekës. Dhe këtë mendim po ashtu e ka përkrahur Ibn Xherir at-Taberi. Ibn Xherir Taberiu është prej, faktikisht konsiderohet babai i komentuesve të Kuranit. Do të thonë tefsiri i tij është tefsiri më i vjetër për neve që e dim komplet kështu, dhe tefsiri bazë për i cilit kanë përfituar krejt ata që kanë bërë tefsir pas tij. Do të thonë Ibn Xherir at-Taberiu. Ky thot se edhe ajeti, do të thonë shprehja në ajet e përkrah këtë. Se Allahu çka i tha pejgamberit alayhis salam, i tha fartakib, prit. Jo me ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin. Pritet ditën kur t'ju vijë atyre qielli si me pas një tym të madh, qartë. Dhe thot kjo është kërcënim për Allahut për mushrikët e Mekës. Edhe po i thot të dërguarit tij, pejgamberit tij, prit. Kjo tregon se duhet ndodhe në kohën e tij që të realizohet kërcënimi. Kështu pra argumentohen këto dietarë që thonë se ka ndodhur një herë në kohën e pejgamberit alayhis salam. Mendimi i dytë i dietarëve, dhe këtë mendim e përkrah Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu prej sahabëve dhe disa sahabë dhe tabiin të tjerë, është se do të ndodh, vetëm do të ndodh, do me thonë ditën e gjykimit. Transmeton Ibn Xherir at-Taberiu dhe Ibn Abi Hatim prej Abdullah ibn Abi Mulejke, i cili thot, gadautu ala Ibn Abbasin radiallahu anhuma dhate jom. Shkova tek Ibn Abbasi një ditë dhe më tha, ma nimtu al-lejle hatta asbaht. Dhe më tha, prom s'kam flet hiç, s'kam bo gjumë deri në mëngjes. E pyeta pse o Ibn Abbas radiallahu anhu, më tha, qalu tala al-kawkab dhu dhanab, sepse më thanë se ka dal një yll i cili ka bisht. Ndoshta ndonjë komet që ka radhë është pa ajo zjarri i madh. Fa khashit an yakuna ad-duhan kat-tarak. Dhe u friga thot se do të vije tymi. Është interesant se Abdullah ibn Abbasi e ka ndërlidh pra tymin me një yll i cili ka ra dhe ka bo zjarr. Allahu alem, ndoshta kur do të del ai tymi, do të del për shkak të një goditjes të ndonjë meteori në tokë dhe do ta ngrejë atë. Siç e bën ajo bomba atomike, domethënë kur e bën atë njëjtën gjë, ndoshta Allahu alem, se nuk është rastishme që Abdullah ibn Abbasi e ndërlidh pra me yllin i cili ka ra, daljen e tymit. Ndoshta do të ndërlidhet në këtë formë, Allahu alem. Dhe për kësaj gjëje Abdullah ibn Abbasi është friksuar. Çka do me thonë kjo? Do me thonë se para kësaj s'ka ndodhur. Dhe Abdullah ibn Abbasi e ka prit që të ndodhe në të ardhmen, pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë mendim prej komentuesve, prej mufesirinve apo atyre që e kanë bërë tefsir Kur'anin, e përkrah Ibn Kathiri rahimahullah, i cili thot, hadha isnadun sahih ila Ibn Abbasin hibril umme. Ky thot është një zinxhir i sakt, zinxhiri i transmetimit kësaj ndodhie është i sakt, deri tek Ibn Abbasi, i cili është dietari i këtij ummeti. Dhe prej kësaj thot kuptohet se tymi është prej shenjave të kiametit që pritet ndodhin dhe që nuk ka ndodhur deri tash. Po ashtu prej argumenteve që i kanë përmend këto dietar, ky grupi dietarëve është hadithi që është përmend në dy sahihet i Ibn Sayyadit. Ibn Sayyadi është ai jahudi për cilin dishohej se është Dejjalli apo nuk është. Dhe kur kena fol për Dejjallin e kena përmend rastin e tij, domethënë, dhe alhamdulillah ligjërata është incizuar, ai që dëshiron mund t'i kthehet. Që mos ta zgjashim shumë këtu, kur i ka bë provë pejgamberi alayhis salam surën Dukhan apo tymit e ka fsheh prej Ibn Sayyadit. Nuk ja ka kallëzuar, e ka pas shkruar dhe e ka fsheh. Dhe i ka thonë, çka kon fshehun prej teje?
ato shejtanat që i vishin ja kanë pak i kanë rënë trak mirë, po se ne ka kuptu komplet. E duh, dhe ai thoi ke duh. Kjo tregon se kjo i tregoi pejgamberit alayhis salam se këtij shejtanat po i vinë dhe po i kallzojnë diçka. Siç ka thënë pejgamberi alayhis salam, një të vërtetë ja kallzon shejtani edhe 100 rena tjera, fallxhorëve, sihirbazëve dhe ata që janë ngjajshëm me ata. E ky argument se kjo ajet fartakib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin, kjo ajet pejgamberi alayhis salam do të thonë e ka përdor kundër Ibn Sayyadit në Medinë, apo të kishë ndodhë kjo puna e tymit, do të përhapej muhabeti, do të bëjë diçka e njohur, dhe ky do ta dinte, do të kishë më shumë informata, më thonë për realitetit që ka ndodhur. Po kjo tregon se nuk o bo shumë e madhe, kjo çështja e tymit para kësaj. Edhe pse erdhi pejgamberi alayhis salam në Medinë, nuk u bo shumë e madhe. Do të thonë nuk ishte ndonjë ndodhi që e kanë pa krejt njerëzit, po vetëm si halucinacion të cilin e kanë përjetuar ata mushrik të Mekës, të cilët pra e kanë përjetuar atë uri dhe atetje si rezultati duas së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është sa i përket mendimit të dytë. Sa i përket tefsirit të Ibn Mesudit radiallahu anhu, tefsiri i tij pra kuptohet, mirë po nuk është ajo që e thot ajeti komplet. Thonë tash të dietarët e mendimit dytë që thonë se do të ndodhe. Edhe pse Abdullah ibn Mesudi nuk ka argument që e ka mohuar se do të ndodhe edhe në të ardhmen. Kryesori Abdullah ibn Mesudi pra ka thonë se një gjë e ngjashme ka ndodhur në të kaluarën. Do të tërheqë vërejtjen atyre që kanë qenë prezent. Mirë po nuk e ka mohuar, s'ka ndonjë fjalë që thot prej tij se nuk do të ndodhë në të ardhmen. Nuk e ka mohuar, pra Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu. Andaj edhe, si që ta përmendim, shumë prej dietarëve kanë thonë se nuk ka kundërthënie mes këtij mendimi dhe këtij mendimi. Dhe nuk ka asgjë të keqe që të ndodhë një herë të ketë ndodhë dhe prapë të ndodhë në të ardhmen, pra para kiametit. Mirë po prej ajetit, Allahu po thot bidukhanin mubin, do të vi qielli me një tym të qartë. Tymi që u ka duk mushrikëve të Mekës nuk ka qenë tymi qartë, po ka qenë halucinacioni atyre. Nëse themi se disa prej tyre e kanë shpreh këtë dhe kanë menduar se ka tym çaq prej urizë dhe prej gjendjes të keqen të cilën kanë rasti si rezultati duas pejgamberit alayhis salam. Ndërsa Allah po thot tymi qartë në të ardhmen, dhe kjo argumenton fuqishëm se patjetër do të ndodhë në të ardhmen. Dhe në këtë mendim kanë shkuar shumë prej dietarëve, të cilët kanë thonë se do të ndodhë, po nuk ka asgjë të keqe nëse themi se përfshin ajeti edhe atë që u ka ndodhë mushrikëve të Mekës, do të thonë duke qenë në Mekë. Do të ndodhë dhe u ka ndodhë, nuk ka asgjë që e mohon apo që e kundërshton, ka mundësi që ndodhë dy herë. Mirë po ajo më e madhja padyshim se do të ndodhë para kiametit. Se pejgamberi alayhis salam në hadithin e Hudhaife ibn Usaidit radiallahu që përmendëm në start, i ka rendit tek 10 shenjat e mëdha, do të thonë e ka rendit bashkë me Dejjalin, me zbritjen e Isaut alayhis salam, me 3 shafitjet, me kafshën e cila do të dale, me lindjen e diellit prej perëndimit, me do të thonë vrasjen e Dejjallit, me gjithë këto i ka rendit pejgamberi alayhis salam edhe tymin. Kjo tregon pejgamberi alayhis salam ka pasur oratori dhe kur e ka thonë një fjalë se ka thonë, më thon kot, ka pasur urtësi në çdo fjalë që e ka thonë. Edhe sijak i thonë gjuhën arabe, sijaki i fjalës, ajo se si i ka përmend pejgamberi alayhis salam, na e bën me ditur se do të ndodh bashkë me këto 10 shenjat e mëdha të kiametit para kiametit. Dhe ky është mendimi më i saktë në këtë meselë, Allahu alem, më thonë që pajtohet edhe fjala Ibn Mesudit edhe fjala Ibn Abbasit pajtohet me këtë mendim. Pra se do të ndodh para kiametit, ndërsa ajo që ka ndodh nuk e mohojmë. Ka qenë edhe ajo edhe është një pjesë e domethënies së ajetit, nuk ka diçka të keqe pra.
Po ashtu transmeton Muslimi prej Ebu Hurajrës radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thonë badiru bil a'mali sitten. Ka thonë pejgamberi alayhis salam shtoni punë të mira, vazhdoni të bëni punë të mira para se t'u vinë 6 sende. Ad-Dajjal wa ad-Dukhan. Pastaj kur I ka rëndit ka thonë Dajjali tymi. Kjo formë rënditjes tregon se tymi do të vijë atëherë kur dalet Dajjali, do të thonë kohën para kiametit. Dhe siç e përmendëm pra te fjala e Abdullah ibn Abbasit, nuk ka diçka që e kundërshton se mund të vijë për shkak të rënjes së ndonjë meteori, sepse Abdullah ibn Abbasi kur e pa atyllin duke ra, u friksua për tymin. Do thonë dënim meteor I madh I cili do t'i bie tokës dhe do ta ngrijë një tym, një pluhur të madh. Jo dini pra kur ran ato dy kullat binjake në Amerikë se sa tym I madh u bë. Po para mendo me radhën I meteori I fuqishëm ta kapet tokën, çka bëhet? Transmeton Ibn Jarir at-Tabari nga Ebi Malik al-Ash'ari radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna rabbakum anzarakum thalathan, me të vërtet Zoti juaj u ka tërhekur vërejtjen me 3 gjëra. Ad-Dukhan, njëra prej tyre është tymi, ya'khudh al-mu'min ka-zukma wa ya'khudh al-kafir fayantafikh hatta yakhruj min kulli masma'in minhu. Thot tymi I cili do ta godas besimtarin, do të shkojë te besimtari, do ta arrijë besimtarin dhe do ta kap si një ftohje, si një grip. Te besimtari kaq do të jetë ndikimi I tymit, ndërsa te qafiri thot do t'i shkaktojë që të fryhet. Derisa do t'i palcasin, më thon organet e mbrëmshme apo mushkrit e tij. Kjo tregon se do të ndodhen të ardhmen, edhe kjo është argument pra se nuk mund ta mohojmë se ka ndodhur të ardhmen. Se do të ndodhen të ardhmen, edhe pse këta që e thonë se ka ndodhur në kohën e Mekkes, nuk ka ndonjë fjalë direkte që e kundërshtojnë se do të ndodhen në të ardhmen. Sa I përket hidhrimit të Abdullah ibn Mesudit para atij që tha se do të ndodhen të ardhmen, do shta hidhruar që t'ja bëj me dije se edhe ka ndodhur një pjesë e saj në Mekke, e jo se ka mohuar se do të ndodhen të ardhmen, sepse pastaj Abdullah ibn Mesudi nuk thot nuk do të ndodh, po I tregon rastin kur ka ndodhur, domethënë në Mekë. Kjo është në pika të shkurtra sa I përket asaj që kishim të shpjegojmë për sot në lidhje me këto dy shenja të mëdha të kiametit.